Këtë duhet ta themi, organet tatimore shpeshherë në kontrollet që bëjnë tek bizneset, aty ku nuk u përgjigjen me rishfetin që duhet t'u japin, atyre u këpusin një gjob të mirë dhe u nxjerrin detyrimet prapambetura në bazë llogaritjeve që din vetëm ta specialistët tatimor për t'i bërë, ata që nuk përgjigjen me zarfin nën tavolinë, për t'u lënë detyrime shumë të mëdha dhe bizneset detyrohen të vënë në gjykat për ta marrë me çështje gjyqësore. Këtë kategori këta e përjashtojnë, pra të gjithë ata që kanë vajtur në gjykat gjatë këtyre viteve dhe kërkojnë që ky detyrim i vendosur nga organet tatimore nuk na takon dhe duan ta zgjedhin me çështje gjyqësore, këta i përjashtojnë nga kjo amnisti. Pra më mirë mos ta paguash se mbase falet ndonjëherë se të shkosh në gjykat. Pikërisht dhe mos të shkosh në gjykat, se kur veten në gjykat do të thotë që ke kundërshtuar qeverinë, ke kundërshtuar tatimet, i ke dalë kundër partisë në fund fare, partisë shtet që e kanë kthyer, dhe këto biznese duhet të penalizohen.